Sëmundja I ka ta ndisi vitet me të mira të mia. Ka diell, ka shpresë. A diçka nga personalja? Natyrë, ka gja frymëzuese ashtu. Aty u frymëzua, Aty u frymëzua. 19 vjet karrierë në Sviliti, arrin shpirtje. Me shkunë Unë nuk më ka hije, më kanë qere, defetisti. Kafen, cigaren, lapsin, fletoren, shok shpirti. Vetëm një buzëqeshje të bieshkeve të nemu në kesha dhe flakën në sy. Ishën dridhur tuk, qiell e det, rënive të dheut ishte kurthuar koha ime. Vitet ikin tutje e harrimi në arrin. Unë t'i fala krejt, vitet rinin. Vatrat tua të shkimbura, deshat I përflak me zjarën e shpirtit tim, flakëndezur. Kaltrin e qiellit, blerimin, ta shon në sytë tu hapërimin. Brezave t'u dhurojmë më shumë bërime kur kallën etje. Në flak të qiririt t'i mundim zymtin e rësin, kur monoton fjala, kur nata e zez këllthet. Ti e di se nuk e dua terën. Të ndjellë kaltërsi. Shpesh hasim ditë me vranësira, shi, borë, breshër e mjegullnaj. Kështu janë edhe njerëzit. Jo të gjithë të duan me qëllime të pasra, prapa dashuriçkave të tyre fshihen inati, smira e xhelosia. Por, asnjëherë gjykimet dhe opinionet e të tjerëve nuk duhen të bëhen realiteti yt. Jetën tënde askush më mirë se ti nuk mund të jetoj. Ti je vetvetja. Ke besim në hapet e tu, mos të gjunjëzoj çdo gjë që ta pret rrugën. Bjerimi shtrejt. Të dish ta shfrytëzosh kohën edhe ta menaxhosh atë. Është primati më I çmuar në jetë. Asnjëherë mos ja lër gjërat kohës apo rastësisë. Suksesin nuk e sjell dembelizmi, ratlëku dhe rastësia, por atë sjell puna e palodhshme, vullneti dhe përpjekje të vazhdueshme. Askush nuk është bërë I arrir brenda nate, dhe askush nuk e ka gjetur suksesin në raftet e dyqaneve.